Faleminderit zoti kryetar që më dha fjalën dhe mbi të gjitha me mirënjohje të thellë për ftesën. Dhe duke nisur nga kjo pyetje, plenitudo potestatis kundrejt Vasilit tonë nga Inocenti i tretë dhe po dal më një herë në disa pika. Me qësove pikërisht edhe pjesën e kulturës shqiptare, siç e thatë dhe ju më herët sot mëngjes, që pjesa gjuhësore inkleziastike mbetet pikërisht një model kryesor për zonat shqipfolse dhe që në lidhje edhe me gjuhën greke, që më pas që u luajt edhe në periudhën romake, deri në vitin shekullin e 8, papati dha pikërisht pjesën e dioqezës së Iliris, që ishte një rrugë drejt rrugës Adriatike për pjesën tregtare dhe ushtarake, dhe që luajti një rol kyç midis lindjes dhe perëndimit, pra fillimit të rrugës Egnatia dhe në fillimin e kulturës urbane. Në shekullin 12 dhe 13 kisha romake intensifikoi pikërisht këtë strategji për të sjellë Ballkanin në bindjen e tyre, në sundimin e tyre duke themeluar pikërisht dioqeza katolike, duke promovuar të drejtën romake dhe duke promovuar edhe rrëfimet lokale. Pra e thjesht disa në janar, 4 janar të vitit 1203, Papa Inocenti i tretë, duke ju referuar të gjithë mbizotruesve, ju themeluar të gjithë feudalëve që të ishin pjesë e kryqëzatave, dhe duke ndjekur vitin kryqëtarët sparkuan nga Zadari në Durrës dhe Aleksis i IV i bashkohet atyre në Zadar, që ishte kapur nga venecianët në vitin 1203 dhe ai u vetë shpall perandor, pra Aleksis i IV de Angelos në Durrës. Dhe më pas dhe Ania shkoi drejt Korfuzit dhe më pas në 12 maj shkoi drejt Bizantit. Në prill 1204 kemi pikërisht këtë ndryshim traumatik regjim në Konstantinopoj, pra është pikërisht bastisja e Konstantinopojës nga romanët që ishin pjesë e perandorisë bizantine, dhe Durrësi ju dha Venecias dhe u dha pikërisht territor Dukati, pas perandori latin Baldwin, i vetë shpallur me vetbindje ndaj Vatikanit, ju dha pikërisht zgjedh duke u përdorur të drejtën nga Bazilika e Venecias, që ishte si një emërim, nuk u krijuar drejt për drejti nga Papa, por më pas u konfirmua dhe u konsakrua nga patriarkët në Rom. Dhe e dim që në Arbanon, nga dinastia Progoni, ishte një fuqi autonome dhe që kishte në kufi këtë dukat venecian të Durrësit, dhe më pas kjo është një pjesë e hartës çfarë mund të ishte zgjerimi. Përsa për këtë zgjerimit të plenitudo potestatis, kësaj ideologjie që drejt për drejt nga ky pap kërkonte që në bazë të një donacionit të perandorit Konstantin nga perandoria e tij drejt papës perandorisë perëndimore. Në vitin 1167, Aleksandri i tretë, Lazarus, peshkopi i Arbanis, i përkushtohet pikërisht rritit grek, pra i përket rritit grek, por që ishte nën autorizimin e shtetit papal.
Dhe në vitin 1199, Inocenti i III I dërgon pikërisht legaton papale Johannes dhe Simon dhe Vukan Nemanjić, zhupanit të Dioqezës, në konflikt me vllajën e vet Stefan, që të jepte pikërisht jetë shkrimet në gjuhën latine. Pra në këtë vit dhe në verën e vitit 1199, Johani dhe Simoni kërcënuan pikërisht ekskomunikimin e shumë shkeljeve kanonike që I jepin pikërisht ishin përkundër praktikave bizantine si ishin martesat. Pra në këto vite, pas vllajt të vet Gjin, Demeter Progoni bëhet pikërisht udhëheqës I Arbanonit. Dhe në vitin 1208, Inocenti I III dërgon pikërisht arkidekanit Nikolas Teodoracit të instruktonte në fenë katolike, pra Demetrios Arbanezat, princip dhe peshkop I Paulus Arbanensis. Dhe më pas të shohim dhe në njëtin vit, Demetrios Progoni mund Gjorgjen Nemanjićin, princin e Zetës, që ishte në si vasal I dhe ai martohet me Komnenia Nemanjić, që ishte mbes e Aleksis të III Angelos, Komnenit. Pra ai ishte dhe siç e dim u themeluam më përpara në fund në Konstantinopol. Dhe më pas emëroi Sevastokrator dhëndrin e tij Stefan Nemanjić, që ishte princi I madh I Serbisë, që ishte babai I Komnenës dhe rival I Gjorgjen Nemanjić. Pra këto do ta shikojmë tani më shkurtimisht. Këtë korrespondencë, këtë shkëmbim të letrave midis Arbanonit dhe Romës të lidhur me për kalimin në të drejtën romake, por Dimitër Progoni më poshtë rivalin e tij lokal dhe më pas u martua pikërisht me këtë linjë të princëve bizantin dhe ndoshta ka ndryshuar mendje, sepse e dim që në gusht, 16 gusht 1209, Inocenti I III e kërcënon Dimitrin me censur kanonike për pushtimin e tokave të Manfredit të Durrësit, dhe siç e shikon nga titulli ndryshon nga princeps në judex, që përkthyer në sipas sensit nga greqishtja arkon. Dhe në ditën tjetër, Inocenti I jep despotit të Despirës, Komnenit, dukatin, këtë territor. Dhe ndoshta do ta shikojmë këtë mënyrë të dyfisht të procedimit. Dhe në vitin tjetër, Mikhail Komneni konfirmon të drejtën tregtare të Durrësit nga venecianët, dhe më pas do të shikojmë që Dimitër Progoni në një pakt tregtar me Raguzën, ku ai e shpallte veten si Penes Persevartus e në Manjim Arkon. Pra për të dhënë një ide, ky ishte Demetri Progonem Arbanei Principi, princ I Arbëris, s'po lexojmë të gjithën, por aty thekson që duke ju përgjigjur disa prej kërkesave nga vetë Dimitri, ai po e takonte atë me këtë zyrtar të lartë në Roma, në mënyrë që të mësoj në besimin latin. Pra është diçka interesante, sepse pra, për para e saj, ai vindi pra legat apostolike për të nënshkruar këtë bashkim, dhe për këtë do të ishe pjesë e besimit katolik.
Këto janë në vitin 1210 Ego Demetrius del Gracia pani Persevatus in Magnus Archon, pra shpallte veten e tij me dy tituj. Pra ky është një pakt tregtar me Raguzën, që është në gjuhën latine. Për sa përket titullit Peni Persevastus, dhe po ta shikojmë pak më thellë, kemi një ide. Vetëm për të patur një ide, pas shekullit të 14, Pani Persevastus propozoi më së shumti në përkthimin latin nga Manuel Pecker në këtë botim të Bonit 1839-ës. Pra ky dinjitar, ky titull nuk ishte përpara. Dhe ai thotë që pra Aleksi I parë, perandori, në mënyrë që të nderonte dhëndrin e tij, Mikhail Taronitis, ai theksonte që të shtonte këtë titull të lartë të nderit. Pra për të patur një ide, kjo është gjithashtu edhe nga kodiku, ky tekst në greqisht, që nuk ishte më herët, che ton e aver fin gambron aftu Mikhail Taronitin che pisen afton isostasio che sintrono. So maybe ndoshta firstly ishte së pari numbering, so ranking all the most rankimi I gradave të oborrit bizantin, dhe ndoshta sipas këtij rangu, kjo është pikërisht vjen rang I 4 ose I 5 I përgjithshëm si titull I dhënë. Dhe po dalë në përfundime. Dhe titujt në Arbanon, siç u tha nga profesor Tullum Xhufi, për të patur një ide. Pra, në dedikimin e katedrales në Kotor, Lazarus Episcopus Arbanensis dhe Andreas Prios Albanesis. Pra, shumë diskutime në lidhje me këto tituj, që I referohen ndoshta në një sens më të thellë, 198-ën Funerari Slap nga Shën Maria në Brar, Mikhail Zguros, Sevastos, dhe në vitin e 12 kemi epitafin e Konstantin Melit, që është arqidhjaku I Arbanonit. Sigurisht që është me ritin bizantin, sepse ishte shkruar pikërisht në këtë epitaf nga vllai I tij Izidori, që ishte marrë në një silogjen. Dhe 1208 Inocenti III nga Dimitri Progoni, Nobil Viro Demetrio Arbanesis Principit. Në vitin tjetër Demetrio Judici, përkthyer në sensun nga grek Arkon. Pra në këto dy raste, Papa po dërgonte, pra po etiketonte Progonin për të gjitha konceptet që përdoreshin në kancelerin papale romane. Por në 1210-ën, ky betim me tregtin me Raguzën, Demetri po I thoshte vetes me dy tituj, të renditur drejt për drejt, si nga konceptet ideologjike të Vasilio Toromeon, që ishte pikërisht një nga zyrtarët më të lartë në këtë obor, që në këto ditë dhe për shkak të martesës së tij me besën e perandorit. Dhe kemi dy të fundit, pra varri I gurit nga Gëziq Demetrio Progoni, Sevastopol. Pra vjen nga Sevastos si fjalë e parë. Nga Injat Zamputi kemi këtë dokument që mund të ishte gjithashtu edhe lexuar edhe në një mënyrë tjetër, por është shumë interesante. Por çfarë duhet të shikojmë është I pres Progono Sevastoprotov.
Një pasazh I shkurtër. So here we are in Tu jemi the tombstone that they have said about Michaelis Gouros në from Braha. Michaelis Gouros nga Brahër, Nisi të Gouros, Miguel Stevaros në Zgurën. Memento Domine is Greek. Memento Domine është dëgjuese, është pastaj është në greqisht dhe në latinisht Michaela Sevasto, Zgurën. So this formula Kjo formulim është shumë e zakonshme për këtë lloj dedikimi, për të patur part more një pjesë by tjetër excavation in Dalmatia nga gërmimet në Dalmaci, në Ekleze Majer, që përcaktohet nga arkeologjistët se ka publikuar shumë të dhëna arkeologjike, Destim Darbari, Desideri Bonfon, si një katedrale, sepse ka një sintronon, nuk e di se cila katedrale është, por mund të themi që vetëm për çështje pune, mund të themi si Ekleze Majer me afreske, so by St. John the Baptist, nga Shën Jon Baptisti me Andrea Presbiter. how can we date it? Si mund Your churches are të going gjitha on këto kisha because an idea për të treguar një ide, some pra others is very resembling, to- very fitting in some gjajnë expression of art në një shprehje coming from të gjerë të Roma, artit që vjen nga Roma, Santramente Strevele, të cilat janë në të njëjtën periudhë, made these too many decoration promoted by cilat janë Innocent dy dekorime të II, cilat promovohen dhe ndodhen në mes të asaj që quhet reforma gregoriane dhe është përfshirë nga Stefano Riccioni dhe koncepte ikonografike. Në këtë mënyrë thuhet se janë klasike monumentale ku mundet të shprehin më mirë impaktin për të gjithë këtë gjithë reform, këtë ide reformuese e cila është pretenduar nga Papa vet. Cila është gjë e më rëndësishme e kësaj për ta mbyllur? Pra, Lateran Council held in Rome, November, në 2 weeks no more. So Innocent III in të gjitha këto 112 me 115 gathered all që me të gjitha të dhënat e përshtatura duhet të kenë disa të dhëna të cilat përcaktohen sepse çdo gjë nga beta ai, sepse ka qenë një pap shumë inteligjent, shumë I mençur. Ajo që është interesante për ne është që në kapitullin e parë, në përkufizimet të deklaruese, ka një kish universale, ku askush nuk është shpëtuar, por ajo që është interesante është që për herë të parë është deklaruar dhe prezumohet si një perspektive teologjike e kishës romane, si vetë fjala dhe koncepti u bë drejt për drejt nga Papa dhe më pas, pra ura dakord nga të gjithë për të rinjt, dhe ka qenë një kalim nga anteologjia e lashtë dhe ishte teoria e bukës dhe e verës. Mbi të gjitha, kapitulli 4, që është krenaria e grekëve, ka qenë këtu një qasje e ndryshme dhe ajo që është interesante është që duke u përpjekur që të heqin skandal nga kisha e Zotit, ne themi se që ka një mënyrë, ka disa gjëra të cilat konfirmohen si që fëmijët e bindur të kishët romane të cilët mund të jenë
atje, por nëse është dikush tjetër që dëshiron të bëjë diçka të ngjashme, ai duhet ta fillojë nëpërmjet komunikimit dhe ishte drejt për drejt që godiste interesin e drejt për drejt, duke thënë që hiqet nga benefitet dhe nga pushtetja. Kapitulli 9 në 1215 kur thotë ka të drejta të ndryshme në të njëjtën fe, të njëjtën besim, duke qenë se kemi në të njëjtin qytet ka njerëz të gjuhë që flasin gjuhë të ndryshme dhe thuhet njerëz që flasin gjuhë të ndryshme ku me të njëjtën besim kanë të njëjtat drejta dhe besime ku thuhet se Dios mund të kenë të persona të cilat mund të shprehin besimin e tyre në gjuhë të ndryshme, duke instruktuar ata nëpërmjet fjalëve ku i njëjti qyteti diocezes ku ka më shumë se një peshkop, është një fotografi e kësaj, është një panoramë e kësaj. Pra, ka kaluar 8 shekuj dhe sot nuk është e njëjta gjë më, por të themi që ajo që është interesante është që peshkopët lokal me vendimet e tyre për këtë zonë duhet të kenë në varësi të tyre njerëz që i binden dhe me ndihmën që është shumë interesante dhe nëse është nevojshme të ushtrisë qarkullore të cilat duhet të mposhtin këtë lloj turbullire. Dhe pra thuhet që jo vetëm do të heqet pasuria, por do të përsekutohen drejt për drejt nga ligji, nga ushtria. Tani, çështja qëndron. Ditësutës potestatis përkundër Vasiliatus Romeos, që ka qenë pikërisht në Shqipëri, në këto vite të ndryshimeve dhe të lëvizjeve, mund të jetë përgjigje e Metros Progrones si një nga zyrtarët në poste më të larta të kësaj fuqie të Romeon, ku ka patur disa shkëmbime të ideve me papën në Rom, që është përpjekur, ashtu siç ka ndodhur në Ballkan atë kohë, që do të jetë njohja e pushtetit të pronarëve, por nga ana tjetër, ndoshta nuk mund mos kishte më interes pas martesës së tij dhe pas armiqve dhe më pas ishte brenda këtij modaliteti bizantin që ka qenë edhe ideja lider e ideologjisë superfuqi në ditët e sotme në tokën shqiptare, në trojet shqiptare. Po ja kaloj sërish flakën.